unë besoj që demaskohet keq politika ti dhe pagun çmim të pakthyeshëm në karrierë. Pati një fjalim Kurti që mua më duke interesant, që flet për 10 shkurtin, protestën e 10 shkurtit, vrasjen e Arben Xheradinit dhe Mon Balajt tek nga policët rumun të Unmikut. Ka një pretendim që thotë që në fakt ajo protest ka ndikuar që të kemi pavarësi. Të mbikëqyrë, nuk është ajo. Ajo si do të thashtë Orwelli të 1984, 2+2 bojnë 5. Ajo është synim për me rishkru një pjesë të fakteve historike që ka ndodhë në Kosovë deri në shpalljen e pavarësisë dhe pasaj. Ajo fare nuk është e vërtet, sepse edhe Ahtisari, edhe Sarezia, Jasojko, edhe Kajaide ka raport që është shumë para 2007 që e kanë botë qartë që pavarësia Kosovës është zgjidhja vetme dhe vetëm Ahtisari para 2007 e ka tregu, do të thotë, ne ka demonstru një gjë të tillë. Kështu që ajo është, si që në shumë aspekte tjera dimensione që lidhen me luftën që mundohen me u rishkru ose me u ridefinu, nuk janë të sakta. Nuk mendoj, po është sigur që janë të sakta. Ato nuk mund të rishkruhen. Mirë, se kemi bërë shumë tema, nuk do t'ju marrë me gjatë, por do t'a mbyll me një libër që keni publikuar së fundi në Universitetin e Prishtinës, do t'i kushtojmë pak rëndësi Universitetit të Prishtinës. Pash e keni publikuar një përmbledhje të analizës huaj mbi kushtetutën dhe shtetin. Është një libër me cilën kam punu gati 5 vite, pa i llogaritë të radhitës që është monografia e Universitetit Prishtinës, ka rreth 1000 faqe, dhe unë desha ta falenderoj me qenë se botimi ishte shumë i shtret Artinin që më ndihmoi me printu, me botu. Edhe është një libër, ata që e kanë pa këto ditë e kanë lexu pjesë caktuar dhe po vazhdimisht më shkruajnë komuniteti juridik, janë gjona për kushtetutën dhe shtetin që asnjëherë në literaturë shqiptare nuk janë shkru dhe nuk janë elaboru, edhe janë jashtëzakonisht të detajuar të zonë për preambullën janë 150-200 faqe, po e zonë, ose për shkaqet e lindjes së kushtetutave, do thotë, që është tërësisht e panjohur këtu ndër ne. Unë besoj, po masandej ka kapitull për kushtetutën materiale, që është po ashtu temë, që me kushtetutën materiale këtu në për libra pak as sa ka, këtë diçka tjetër edhe ekziston, edhe ai kuptimi i kushtetutës materiale.